الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلمدريمة الأفدريمات إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamat I adërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall dhe jemi me emrin e 17 me radhë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dal gadal po I afrohemi 10 të fundit të këtij muaji të begat, nga se tashmë 17 ditë të këtij muaji të bekuar I agjëruam, mbetemi me shpresë që Allahu të na pranojë ato. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është El-Fatah. Është nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall dhe besoj që do të na merr ky emër 2 ligjërata, për shkak se ka mësime dhe porosi të shumta, të cilat ulemaja I kanë nxjerrur nga ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall, El-Fatah, që në gjuhën shqipe do të thotë zgjidhje dhënësi, apo ai që I jep zgjidhje robëve të vet për çdo hall, për çdo telashe. Pra ndër emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall është edhe emri I Allahut El-Fatah, zgjidhje dhënësi. Është ai Allahu Azza wa Jall që hap depot e mëshirës së Tij për robërit e Tij të sinqert, por edhe që gjykon me drejtsinë e çdo çështje subhanahu wa taala. El-Fatah është ai I cili hap rrugën e diçkaje. Është ai I cili I jep sukses dhe është ngadhnjyes. Emri I bukur I Allahut Azza wa Jall El-Fatah në njëjës është përmendur vetëm një herë në Kur'anin famlart, në fjalën e Allahut Azza wa Jall në surën Saba, ajeti 26, "Qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al-Fatahul 'alim." Thuaju, ne do të na mbledh Allahu e do të na gjykojë ndërmjet jush me drejtësi. Allahu është gjykasi I drejtë e I gjithdijshëm, wa huwa dhe I gjithdijshëm subhanahu wa taala. Ndërsa në shumës është përmendur gjithashtu vetëm një herë në ajetin e surës Araf, ajeti 89, "Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." O Zoti jon, gjyko drejt midis nesh dhe popullit ton, Ty je gjykatësi më I mirë subhanahu wa taala. Kuptimi gjuhësor I emrit të Allahut El-Fatah. Rënja e emrit të Allahut El-Fatah apo rënja e El-Fatah është nga folja fataha, yaftahu fathan. El-Fathu është e kundërta e mbylljes, pra el-ighlaq I thonë gjuhën arabe. El-Fathu do të thotë ngadhnim, kërkimi fitores apo kërkimi ngadhnimit, ndërsa El-Fath gjithashtu është edhe ka kuptimin edhe gjykim mes dy palëve. Ndërsa emri El-Fatah është formë shumë fishuar, që në gjuhën arabe I thuhet mubaligha, do thotë gjykon preciz, gjykon shumë drejt, ngadhnjës I vërtet. Fjala El-Fath është gjithashtu hapja e diçkaje që është e mbyllur, zgjidhja e një problemi që është dy lloje. E para, hapja e diçkaje që shihet me sy, si fjala vjen hapja e derës. E dyta, hapja e diçkaje që nuk shihet me sy, por që kuptohet me mendje, largimi I brengës, largimi I varfërisë, largimi I ndonjë belaje. Ndërsa kuptimi El-Fatah, se I përket latëmadhisë Allahut Azza wa Jall dhe në televizionin islame, është ashtu siç kanë thonë Aliu dhe Ibn Abasi, pra është ai që gjykon dhe është gjykues I drejtë mes popujve dhe mes njerëzve të cilët kanë ra në problem, në hall, pra u azidh problemet, hallet dhe u azidh keq kuptimin, u bën rrugdalje subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall pra është El-Fatah, nga sa ai e ka hapur, e ka sqaruar të vërtetën nga e pavërteta, e ka sqaruar hakun dhe e ka mposhtur batilin dhe të pavërtetën, nga sa ai është El-Fatah, është zgjidhje dhënësi, gjykatësi subhanahu wa taala. Gjithashtu El-Fatah, ka thënë ulemaja, është gjykatësi mes robëve të Tij. Dhe mund të jetë kuptimi I emrit të Allahut El-Fatah është ai që hap dyert e rrezikut të robëve të Tij. Andaj dyert e mbyllura është ai I cili I hap dhe është ai I cili e ka emrin El-Fatah dhe I hap ato dyert, është Allahu Azza wa Jall.
Prej kuptimeve gjithashtu kanë thënë ulemaja, El-Fatah është ai që me kujdes hap çdo gjë që është e mbyllur. Me udhëzimin e tij mbulon çdo problem, që nganjëherë nuk ka mundësi ki problem me u zgjedh, vetëm se përmes Allahut Azza wa Jall. Tha Zoti Xhela wala në surën Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Ata që Allah u adhron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengojë atë apo ta ndalë atë, nuk ka kush që mund ta lirojë posti, nga sa Allahu është i plotëqeshëm dhe Allahu është i urti subhanahu wa ta'ala. Nga se në dorën e Allahut janë qeset e fshëtsive, pastaj qeset e rrezikut, për arsye Allahu e meriton të quhet El-Fattah. Gjithashtu dietarët kanë thonë që ai i cili e kupton emrin e Allahut drejt El-Fattah, e kupton që Allahu gjykon drejt mes robëve të tij, qoftë gjykimi nga ana shariatike, qoftë gjykimi nga ana e dunjas, nga se na dim që Allahu u hap robët e tij dyert e mëshirës dhe të rrezikut. Por edhe çdo dyert tjetër që është e mbyllur që ne kemi nevojë për të, e hap ata Allahu Azza wa Jall, nga se për Allahun nuk ka asgjë të pamundur. Ai thot vetëm kun feyakun bëhu dhe bëhet. Duhet kemi besim të plot se Allahu është ngadhnjësi për robërit e tij besimtar. Allahu ngadhjen atë që i është bërë pa drejt, edhe me dhullum, duke ia marrë hakun nga zullumçari që quhet në Islam zalim. Duhet kemi të bindje të fortë se El-Fatah, Allahu Azza wa Jall ka në duart e tij të gjitha depot e rrezikut, të gjitha depot e ngadhnimit dhe fitores, të gjitha dyert dhe depot e të vërtetës dhe shkaqeve edhe sebepeve, të gjitha janë në duart atij që është El-Fatah. Dhe kush e di se Allahu është zgjidhje dhënës si El-Fatah i çdo gjëje, ai pastaj më nuk kapet pas njerëzve, por kapet pas litarin e Allahut Azza wa Jall, i mbështetet dhe Zotit dhe i lutet dhe tek Allahu vazhdimisht person. Allahu është ai që ja hap dyert e udhëzimit kujdoje xhela wala. El-Fatah është ai që ja largon çdo dyshim që ka kujdoje, ja shon çdo gjë që i duhet atij për ta përqafuar hakun dhe të vërtetën. El-Fatah është ai në dorën e Allahut, e të cilët është çdo gjë. Andaj muslimani agjëruesi duhet të adojë Allahun, të i friksohet vetëm Zotit, vetëm për Allahun të jetojë dhe të veprojë dhe të shpresojë vetëm te Allahu Azza wa Jall. Andaj El-Fatah na jep me kuptu që pa Allahun Azza wa Jall nuk kemi mundësi të hapim asnjë derë. Pa Allahun Azza wa Jall nuk kemi mundësi të gjejmë asnjë zgjidhje, nga se El-Fatah në duart e tij janë depot dyert e rrezikut, pra dyert e rahmetit edhe mëshirës. Allahu i hap këto dyert me shkaqe dhe sebepe, edhe i mbyll me shkaqe dhe sebepe. Pra arsye Allahu tha, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ata që Allahu dëshiron njerëzve mi hap nga rahmeti i tij, nga depot e tij të rahmetit, nuk ka kush e ndal atë, nga se ai është Allahu Azza wa Jall El-Fatah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall El-Fatah i jep robët e tij që i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall vazhdimisht i jep gjëra të begatshme dhe normalisht ata e lusin Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall tha, inna fatahna laka fathan mubina, dhe na ty të dham ngadhnim, do thot me një ngadhnim të qartë dhe të dukshëm. Pra është Allahu Azza wa Jall i cili i udhëtu me këtë fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Robët e Allahut Azza wa Jall kanë bërë dua dhe kanë thonë, rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pra o Allah, na ngadhnie, do thot ndaj popullit tonë me hak dhe të vërtet, dhe në këtij ngadhimtari më i mirë subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall ka thonë që nasrun min Allahu fathun qarib wa bashiril mu'minin. Besimtarët duhet t'i përgëzosh, nga sa ata kanë ndihmë nga Allahu Azza wa Jall, edhe ngadhnim, edhe çlirim, pra të afërt nga Zoti xhela wala. Dhe përgëzoj me këtë çështje, pra besimtarët. Gjithashtu El-Fatah kanë herë i sprovon njerëzit me të mira, dhe ata çohen pesh, dhe kjo është vetë mashtrim, nga sa ata mendojnë që Allahu po hap këto të mira se i don, por ndodh e kundërta. Siç tha Zoti xhela wala, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun. E pastaj kur ata harruan atë çka i kemi kërkuar nga argumentet tona, fatahna alayhim, ja hapam atyre depot e të gjitha të mirave, si sprov, si dënim, hatta idha farihu bima utu, derisa
ata u gëzuan shumë, u çun pesh për gjërat që ja kemi dhënë, edhe kur i vendosëm me i dënum dhe i kapëm ata befas, Allahu na ruajt. Allahu mos na bëj prej atyre, do thotë që Zoti xhallahu ala i dënon apo jep mira për t'i ashtuar atyre dënimin, Allahu na ruajt. Gjithashtu Al-Fattah ka ardhur me emrin e Allahut El-Alim, huwa El-Fattahu El-Alim, është ai nga dhënimtari i dishmi, është ai i cili ja zgjidh çdo hall robët vet dhe është i gjithshëm subhanahu wa taala. Andaj çdo derë që është e mbyllur, Allahu ta hap. Qof dera riskut, qof derë e dituris, qof derë e gjërave të tjera, Allahu azza wa jall i hap subhanahu wa taala, nga se nuk ka kush i mbyll, apo nuk ka kush mbyll diçka, kur Allahu azza wa jall pra hap gjëra për dikën prej robëve të tij. Andaj muslimani duhet që të gëzohet që ka një Zot i cili është El-Fattah, i cili është qelës i hajrit. Andaj edhe na duhet jemi qelës të hajrit dhe mbyllës të sherrit. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mughlaqan li sharr." Për ekzempel, për një rob që Allahu azza wa jall e ka bërë qelës të hajrit edhe mbyllës të sherrit, ndërsa wa wailun li 'abd, mirë për robin, ja'alahu Allahu miftahan li sharr, mughlaqan lil khair. Allahu na ruajt. E mirë për robin, nëse Allahu azza wa jall e ka bërë atë qelës të sherrit edhe e ka bërë mbyllës të hajrit, e sa njeri është i tillë, Allahu na ruajt. Andaj muslimani është ai i cili jeton me emrin Allahut azza wa jall El-Fattah dhe vepron me këtë emër të Zotit xhallahu ala, nga se kjo dunjë të ndëruar agjërues dhe agjëruese është një fushë e gjerë, e cila është e mbushur me dryna, e mbushur me zhgënjime, e mbushur me dështime, dhe normalisht ai i cili është El-Fattah, cili plot i hap drynat e punëve, i mposht vështësitë e jetës, të pamundurën e bën të mundshme. Në dorën e Allahut janë qelësat e shlirimit subhanahu wa taala. Për të arsye, besimtari pra është ai i cili e shpeson mëshirën e atij që është El-Fattah, nga se nuk ka mundësi kurkush me pengu mëshirën e Allahut azza wa jall. Zoti xhallahu ala ka dashur me këtë emër me na tregu neve që Zoti na jep dituri dhe na hap rrugët e dijes. Për shembull, Ibn Taymija rahimahullah ka ndodhur që me ju vështirësu disa kuptime kuranore, megjithëse lexonte shumë komente rreth tyre, prapë se prap nuk udhëzohej drejt kuptimit të vërtetë të drejtë. Kështu që ai dilte në shkretir, e vendoste fytyrën e tij dhe pastaj thoshte: "O ti që mësove Davudin, më mëso mua, o ti që e bëre Sulejmanin të kuptoj, më mundso mua të kuptoj." Pra ka ditë që Allahu azza wa jall El-Fattah i hap dyert e mbyllura, e këtë rast e hap edhe derën e diturisë. Andaj kjo është Zoti xhallahu ala që pra i hap dyert e hajrit robëve të tij. Gjithashtu Allahu azza wa jall është ai El-Fattah që përmes duave, përmes lutjeve që na i bojmë, pra na lypin rrugdalje nga ai që është El-Fattah. Për shembull, pejgamberi sallam ka bërë dua luftën e Bedrit, që nëse Allahu nuk i ndihmon, nuk i çliron me emrin e tij El-Fattah, nuk ka më pas këtë tokë krijesa që kanë më madhur Allahu azza wa jall, nëse nuk e fitoni luftën e Bedrit. Dhe Allahu tha: "Laqad nasarakumullahu bi Badr." Pra na ju ndihmum në luftën e Bedrit, tha Allahu azza wa jall, dhe normalisht ndodhi ajo që Allahu do thotë deshi që me lejket e Allahut me zbin tokë, edhe muslimanët me kërku me fitu pra në këtë betejë të hatashme. Gjithashtu El-Fattah, Allahu azza wa jall është se shumë grupe të vogla kanë korr sukses fitore karshi grupeve të mëdha. Tha Allahu azza wa jall: "Kam min fiatin qalilatin ghalabat kathiratan bi idhnillah." Sa grupe të vogla kanë fituar ndaj grupeve gjigante me emrin e Allahut. Me çfarë emri? Me emrin e Allahut El-Fattah. Ose për shembull, prej çështjeve që i kanë cek dietarët, gjithashtu është edhe numri i vogël sa ka qenë i muslimanëve, karshi i muslimanëve, kush është ai që i ndihmon atyre, ai është El-Fattah subhanahu wa taala, nga se Allahu azza wa jall dhuron dhunti të panumërta. Për të arsye, ka thënë poeti, kur Allahu azza wa jall ta doj zemrën e robit, shfaqen tek ai dhuntit e atij që është El-Fattah. Kur i sinqerti në jetën e ka për Allah dhe e ka në jetën e qiltër, i afrohen njerëzit me zemër dhe me gjithë dëshirë, nga se këtë depo të dashurisë dhe respektit
ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall dikujt prej robëve të tij, që vetëm Zoti Xhallahu Ala është ai i cili ja jep ato gjërat që don prej krijesave të tij. Pra kjo ishte pjesa e parë me emrin e bukur të Allahut Azza wa Jall, El-Fattah. Inshallah në ligjëratën e ardhshme vazhdojmë me pjesën e dytë, edhe me mësime dhe porosime madhështore nga ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall, El-Fattah, zgjidhje dhënësi, çlirim për loti apo ai që i jep zgjidhje të gjitha hallave. Elusim Allahun që të jap zgjidhje të lasheve, problemeve të gjithë agjëruesve dhe agjëruesve dhe t'u hap depot e mbyllura. Ai di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.